Atëherë përshëndetje. Sot fiks një javë pasi kësaj kolonisë këtu. Kjo donte që të rojiste dhe unë jam ndalova rojitjen, me fjalë ja heqa gjithë kornizat me pjellet bulosur. Jo ato me pjellet ditore, me sa mbaj me vetëm 2 korniza i kam lënë. Punuara që kanë qenë, tjera tje për ta heq komplet. Tani këtu jemi fiks pas një javë. Ta shohim sa korniza ka punuar. Edhe ta shohim se në çfarë gjendje është. Edhe sot kësaj do i vendosim edhe disa shirita me acid oksalik, sepse tani që nuk ka pjellit bulosur është koha perfekte për një trajtim. Kjo është korniza e parë, është me polen. Kjo është një nga kornizat që unë i kam pas lënë. Kjo është me polen. Është korniza e dytë, mashallah, shkojnë si duket, bardhë si bora. Edhe këtej. Atëherë një kornizë ka punu. Kjo është e para dhe ka sill dhe pak nga akacia. Se ushqim nuk i kam hedhë fare, ndeshta shoh se sa mund bëje, se këtu të unë nuk e di ende nga ju, por tani sapo portokallat mbaruan me lulet, tani ka qelur akacia dhe kanë super prurje. Kjo është korniza e dytë, e re, e ndërtuar cep edhe në cep. Edhe këtej, nuk e di sa duket që se e kanë mbushur. Kjo është komplet akacia. Që e ka mbush vetëm me nektar, nuk ka bërë fare pjellje, 2 korniza. Shkojnë si bie. Kjo është 100% akacia. Dhe tani kemi 2 kornizat ndërtuara, kjo është e treta. Kjo është e ndërtuar, kurora është me mjaltë, këtu në mes e kam bërë me pjellje ditore. Nuk e di sa mund të fokusohet, nuk e di sa të është me pjellje ditore, edhe këtej shkoni kurora është komplet e kam mbush me mjaltë, në mes e kam mbush me pjellje. Tjere kemi një kornizë me pjellje ditore. Kjo është korniza e dytë, edhe kjo është me pjellje komplet këtu. Këtu e kam mbush kurorën. Ku është kamera? Shikoj se është. Ja dhe mbretresh. Ku iku? Ja dhe kur vjen në mes. Tërë kemi 2 kornizat me pjellje, 4 kornizat ndërtuar. Kjo është një nga kornizat që i kam pas lënë punuara. Edhe kjo është me pjellje ditore, kurora është me mjaltë, ka dhe pak pjellje bulosur. Këtu që buk, besoj se janë tani këtu do t'jenë të skaluar. Edhe kjo është me pjellje cep edhe në cep. 3 korniza kemi me pjellje, 4 të ndërtuara. Ky është një moment që është shumë i mirë për ndërtuar kornizat i këto bletët që i kapim që janë gati për rojitje, edhe nuk duam që t'i lëmë të rojisin. Ose edhe mund t'i lesh të rojisin dhe pastaj t'i vendosësh kornizat të reja t'i ndërgënja, dhe kjo është ndërtuar cep në cep. Mashallah, edhe këtu e kam bëshu pjellje ditore. Që këto kolonit e forta të bëjnë super punë. Mashallah, mashallah. Edhe kjo është e ndërtuar, është plot e mbushur.
Te kjo nuk e kam mbush me pilli. Të manë shyri si është. Plot me nektar. Të e si bie si shi. Shumë mund të testojmë që se ka pruri apo jo, që se bie, e do të që ka super pruri. Që se nuk bie asgjë, atëherë bletët provojnë nga uria. Ky është një moment shumë i mirë për të ndërtuar kornizat, tani që kemi akacen, portokallat, ja dhe kjo e ndërtuar cep. Tu në fund se ka ndërtu akoma. Edhe këtej. Mashallah, edhe kjo është ndërtuar cep. Edhe këta e kam mbush plot. Dhe disa e kap kamera se po bie si shi. Atëherë për një javë kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kornizat ndërtuara. Edhe kjo është e re. Apo jo, prita shumë më mirë. Atëherë 1, 2, 3, 4. Është e vjetër. 4 korniza. 5. 6. 7. Që një mërë bukuroshe. 8 korniza kemi të ndërtuara. Kjo është e 8-ta. 2 korniza kanë qenë vjetra. Shkrojzi është akull. Si akullora e ka bën. Mashallah. Ja dhe këtej. Kërë kemi 8 korniza të ndërtuara, 2 kanë qenë të vjetra. Super. Super e ka bën. Ka bërë super punë. 4 korniza i ka me pilli. Atëherë si që thash tanish, se shumë herë pyesim kur është momenti më i mirë për t'i vendosur për varroa. Momenti më i mirë për mendimin tim gjithmonë është kur bleta nuk ka pilli bulosur. Ai është momenti si ti mund të arrish deri në 100% varroa. 100% nuk arrihet asnjëherë, po 95% mund t'i vrasësh varroan tani që s'ka pilli bulosur se nuk ka ku të fshihet. Kështu që sot do i vendos disa shirita me acid oksalik, se këto nuk kanë asnjë problem, as nuk lënë mbetje, as nuk kemi asnjë problem. Këto lloj shirita shumë kam përdorur gjithmonë, dhe nga këto kam përdorur edhe gjatë dimrit, se disa thonë jo nuk është i mirë, jo nuk bën, jo kështu e jo ashtu. Doja vendos një këtu edhe një këtu, se vetëm këtu në mes ka pillet, këtu 3 kornizat me pillet, këtu i vendos 2 shirita. Pas një javë doja heq se këto mund të lihen shumë deri në 30 ditë se disa ka fiks. Po këto lihen goxha ditë, po maksimumin një javë i le dhe pastaj ja heq. Kështu që kaq kemi edhe për këtë. S'ka nevojë për asnjë gjë, ushqim po sillin mjaftueshëm. Pilli e ka 3 korniza me pille të reja. Këtu ka edhe pak pille të bulosur nga një kornizë që ja kam lënë, kështu që super është. Kështu që ndaluam mbrojtjen, mos na iki. Punuam 8 korniza dhe kjo është super e mirë. Por ka dhe momente që unë, si që shikoni këto 8 korniza të ndërtuara, mund t'ja marr kësaj këto komplet ndërtuarat edhe t'i jap të reja, që t'i ndërtoje përsëri edhe t'i hedh ushqim, por në këtë rast nuk dua të ndërtoj tjera se kam mjaftueshëm. Edhe këtë do e le, pastaj kësaj mund t'i bëjmë dhe një video herën tjetër kur të arrim t'i vëmë katin e dytë. Kështu që për sot kjo nuk ka nevojë për asnjë gjë tjetër. Ne mbyllim. Kështu që shifemi një video tjetër.